Se ka shumë turizëm të huaj në Firenze, vinë sidomos Amerikanët, edhe unë i bëj piktura, do më thënë, dhe i shes në 3 forma, i shes në për galeri, i shes me klientët që kam në përbot, në Amerikë. Ku do të piktoru? Po unë kisha mbaruar në... Më falni, kthehemi edhe një herë. Unë kisha mbaruar në Durrës për skulpturë. Kam bërë një liceun artistik në Durrës për dega skulpturë, edhe më tërhiqte ngjyra. Pastaj e lash edhe fillova të shkruaj. Mbasi mora drejtimin e librit, domethënë. Po atje e pash që kishte treg për piktura, edhe pse s'kisha pikturuar asnjëherë, fillova me ca kopjime nga Van Goghu, me vaj, pastaj natyrshëm. Ishiste ku në fillim? Kur në fillim i shisja nëpër Fiorentinët që njihja, nëpër xhirët e Fiorentinëve, edhe nëpër 2 parrokje fiorentine, 2 kisha bën gjatë Krishtlindjeve bën 2 ekspozita me pikturat e mia në 2 parrokje. Imitime të gjitha? Po, në fillim ishin imitime. Pastaj fillova të merresha me peizazhin toskan. Edhe pastaj, domethënë, krijova edhe një mundësi, domethënë, që gjatë verës t'i shisja pikturat edhe në përsheshe. Domethënë, ka raste që dal edhe në shesh, për shembull, në Duomo, edhe i shes pikturat aty. Unë shikoj gjithmonë në Duomo, kur qëllon që shkoj, jo vetëm në Duomo, në gjitha qendrat e Italisë që ka njerëz që bëjnë të. Ka, jemi shumë. Ato shiten? Po, shiten. Kush janë ata që blejnë më shumë? Amerikanët. Amerikanët. Ato blejnë.